Adriatik Zeqillari është një grabitës tenderash që sulmon gjithnjë në klub. Kështu ka vepruar edhe këtë radhë për të rrëmbyer kontratën rreth 1.2 miliard lekë për riparimin e një shkolle në Kulcyr. Kjo u mundsua nga kryetari i bashkisë Klement Ndoni me një tender fiktiv pas një lloj konkurrence. Mbijetuari BEU i Kulcyrës për shkak të gjatësisë në pushtet, Ndoni e ka favorizuar Zeqillarin duke mbyllur syt para shkeljeve. Më konkretisht, Bashkia Kulcyr në ditët e fundit të vitit të kaluar organizoi tenderin me objekt rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar Lumo Pavari në ndërtim palestre. Fondi limit për këtë projekt është 113.3 milion lekë të reja, pa përfshirë të VSH. Data e mbajtjes së tenderit ishte parashikuar më 19 dhjetor 2025, por është shtyr për disa muaj. Kompania Zeqillari Construction SHPK, e cila fillimisht nuk e përmbushte kushtet, është ndihmuar nga kjo pauzë që të rregulloi letrat. Shtojmë këtu se një muaj para shpalljes së tenderit, kompania ndryshoi dhe emrin nga Zeqillari në Zeqillari Construction. Një kompani tjetër e cila dyshohet se ka vepruar në interes të Zeqillarit ka bërë ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik. HTM-SHPK me administrator Ilir Tabakun ka kërkuar ndryshimin e 9 kriterieve të procedurës së prokurimit. Me kaq shumë modifikime, tenderi do të qepej në masën e HTM ose të Zeqillarit. KPP mori vendim më 12 janar 2026 të pranonte pjesën më të madhe të kërkesave, ku më kryesorja ishte lejimi e operatorëve të mbështeten tek të tjerët për kapacitete teknike, financiare apo profesionale. Po ashtu, hiqej kushti që kompanitë pjesëmarrëse duhet të kishin 120 punonjës dhe për këtë të paraqisnin vërtetim gatatimet. Kjo kërkesë u quajt nga KPP e egzageruar. Sipas vendimit, KPP urdhëroi Bashkinë Kulcyr të modifikojë dokumentet e tenderit. Pas disa korrespondencave me Bashkinë Kulcyr, KPP konstatoi se kriteret u ndryshuan dhe e zhbllokoi tenderin, duke i dhënë dritën jeshile vazhdimit të procedurës. Këtu fillon të davaritet mjekulla dhe shfaqet skema e Zeqillarit. Kompania HTM, e cila fitoi gjyqin në KPP dhe rrezikoi të humbas 4.5 milion lekë, tarif kjo e ankesës, nuk ka marrë pjesë në tender. Përballë Zeqillarit ishte vetëm një konkurrent, Totila SHPK. Pasi i bëm një skaner, pam se kompania në fjalë ka të gjitha kapacitetet e kërkuara nga tenderi, por edhe ky faktor zhduket si me magji nga rruga e Zeqillarit. Totila ka lënë vetëm një gjurmë në sistem ku ka aplikuar me një ofertë, por nuk ka ngarkuar asnjë dokument, nuk ka paguar as sigurimin e ofertës, nuk ka plotësuar asnjë formular. Me pak fjalë, pjesëmarrja është tërhequr në heshtje. Pas këtij dokumenti, duke mos deklaruar dhe depozituar asnjë prej formularëve të nevojshëm, firma Totila SHPK është skualifikuar. Kështu më 1 prill 2026, rruga u hap që BEU i Kulcyrës ta firmoste kontratën me mikun e vjetër, Zeqillari Construction SHPK, me mbështetjen e 2 kompanive të tjera. Adriatik Zeqillari është firma e njohur në Kulcyr. Më parë Ndoni i ka dhënë tendera të tjerë. Në 2023 Zeqillari përfitoi kontratën 742 milion lekë, rekonstruksionin shkollës nëntëvjeçare Kamber Bënja Kulcyr. Siç vëret në këtë faksimile të shkëputur nga formulari i shpalljes së fituesit, Zeqillari SHPK konkuroi me 2 kompani që paraqitën ofertën 0 lekë. Pra dyshimet janë për një kurdisje të rezultatit. Ndërsa në vitin 2021, BEU i dha kësaj kompanie rekonstruksionin e një ujësjellsi me një procedurë të shënuar me flamur të kuq që sinjalizon korrupsionin. Ndërkaq Zeqillari në vite ka treguar pangopsin, duke zhvatur buxhetin e shtetit edhe me fatura false. Këtë e fakton raporti i kontrollit të lartë të shtetit mbi auditimin e Bashkisë Korç në vitin 2026. KLSH ka kapur Adriatik Zeqillarin e kompanisë Zeqillari SHPK, duke vjedhur parat publike përmes mashtrimit me zbatimin e kontratave në këtë bashki. Nga auditimi është konstatuar se pasi është shpallur fituesi tenderave në mënyrë të padrejtë, Zeqillari ka mashtruar përmes situacioneve false për punime fiktive, duke vjedhur paratë e buxhetit të shtetit. Më konkretisht, Adriatik Zeqillari ka vjedhur një pjesë të parave të tenderit për qendrën e kreativitetit faza 2 në Korç, duke përdorur situacione false për punime të pakryera. Ka dyshime të forta se përvecimi i parave publike me tenderat bëhet në bashkëpunim me kryebashkiakun e Korçës, Sotiraq Filo. Ndërkaq që është hetime sipër një skem korrupsioni e konsoliduar me tendera të paracaktuara kryebashkiaku të Kolonjës me Adriatik Zeqillarin. Shumë shpejt aktori ja mori dorën bashkisë, duke krijuar një rreth klientelist, me të cilin nisi të ndante paratë dhe tokat publike, tenderat dhe ankantet. Adriatik Zeqillari regjistroi kompaninë e ndërtimit Zeqillari SHPK në vitin 2016. Kryetari i Bashkisë së Kolonjës, Erjon Isaj, ka gjetur Zeqillarin si klient të maturuar tashmë
për kanalizimin, dhjetjen dhe ndarjen e parave të tenderave. Nga 40 tendera që kompania Zeqellari ka marrë në total, 10 për tyre me vlerë miliona euro i ka marrë pikërisht nga Bashkia e Kolonjës. Më 10 nëntor 2023, Rioni Saj ka firmosur një tender me vlerë rreth 500.000 euro për Adriatik Zeqellarin, për ndërtim palestre për kompleksin shkolla qendër komunitare, për shkollën nëntëvjeçare Petronini Luarasi dhe Papa Kristo Negovani Ersek. Më 22 gusht të vitit 2022, Rioni Saj dhe Adriatik Zeqellari kanë bërë një goditje të madhe, duke ndarë 200.000 euro për pastrimin e një kanali në fshatin Gostivisht. Në tender ka marrë pjesë vetëm kompania Zeqellari. Oferta fituese ishte e barabartë me fontin limit. Kontrata e punimeve ishte vetëm 4 ditë. Për pastrimin e kanalit nuk janë shpenzuar as 10% e vlerës së tenderit. Parat kanë firuar. Në të njëjtën formë, pagar ose me procedurë fiktive, Rioni Saj ka dhënë klientit të tij Adriatik Zeqellari edhe tendrat me vlerë qindra mijëra euro për rikonstruksion e pjesëshëm të Bashkisë Kolonjë, vendosje matësash nëpër pallatën e Ersek, riparim për një banesë sociale në Leskovik, asfaltimin e rrugës Pali Prifti në Ersek, rikonstruksion i linjave të ujësjellësit në fshatin Borov në Ersek e të tjerë. Rioni Saj është në hetim për korrupsion pasiv, shpërdorim detyra, shkelje të barazisë në tendera dhe fshehje pasurie. Por edhe beu i Këlqyrës e ka një rënkëm në sfak. Thuhet se kryetari Ndoni mund të ketë fituar imunitet nga prokuroria. Në vitin 2019, banorët e prekur nga veprimet arbitrare të kryebashkiakut e kallëzuan për shpërdorim detyre në prokurorinë e Përmetit. Në tetor 2023, SPAK e mori në hetim kryebashkiakun e Këlqyrës Klement Ndoni, pasi akuzohet nga qytetarët të Këlqyrës se ka ofruar favore dhe para në këmbim të votës. Prokurori Olsi Dado, i cili ka në dorësim procedimin penal numër 178 të vitit 2023, ka marrë disa persona në pyetje, të cilëve, sipas kallëzimit, u është ofruar mbështetje në formë rishfeti kundrejt votës për kryebashkiakun në zgjedhjet e 14 majit 2023. Pasi siguroi mandatin e 4 me këto metoda, Ndoni po bën pasurim me tendrat për bresin e 4, ndërsa Adriatik Zeqellari ka ndërruar së fundmi emrin e kompanisë, por jo zakonin e vjetër.